Këto janë dy procese komplet të ndara, natyrisht që zgjedhjet komunale, zgjedhjet lokale në Kosovë nuk kanë ndikim në proceset në nivel nacional në të cilat po kalojmë. Proceset në nivel nacional janë duke u zhvilluar në përputhje të plot me kushtetutën e vendit dhe do të shohim në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë. Megjithatë, çka është me rëndësi është që Kosova në çdo palë zgjedhje tregon maturi, tregon se respektohet qytetari, tregon se respektohet e drejta e votës. Prandaj, jo vetëm që këto rezultate në zgjedhjen lokale apo vetë organizimi i tyre nuk kanë ndërlidhmëri me zgjedhjet nacionale, po edhe zgjedhjet nacionale, kurdo që do t'i kemi ato, sepse kjo do të mvaret nga partitë politike që përfaqësohen tani në kuvend, jam e bindur që do t'jenë edhe një gur më shumë mbi këtë kaluan e demokracisë që e kemi ndërtuar përgjatë shumë viteve. Unë jam shumë krenare me qytetarët e Kosovës, të cilët janë kontribuesit kryesor për zhvillimin e demokracisë në vend. Faleminderit. Faleminderit juve.